parë, na ishin njëherë dy magjistarë jashtëzakonisht të fuqishëm, të cilët u përplasën në një betejë vdekje prurse për princeshën e bukur. Qërë në morë, e mira gjithmonë do të mposhtë të keqen dhe unë jam i miri. Bla, bla, bla. Më duket se të duhet pak ajër i pastër ty. Nina, dashuria ime, unë po vi. Mësor propin është një kurt. Surprise! Ti mor koktrashju në vjedhur e në kuat e mia. Duket sikur e keqja ka fituar. Por kush? Kush është i keq? Unë jam! Në një çast të vetëm, fuqia e dashurisë tënde do të përkas mua. Nina. Finn, dashuria ime. Ma në fund. Dhe tani? Në çfarë duhet të shndrojon ty? Në një lepur? Në një karkalec? Apo në një lule? Unë nuk do ta lëm me kaq këtë gjë. Do të gjej një mënyrë. Unë do të vendos drejtësi. I duhet të mposhtesh patjetër i keq i Shernamar. Ky qen ka një mjet teleportues. Mos po përpiqeni t'jam batni. E po, atëherë vraponi të shpëtoni kokën. Dhe unë do të sigurohem që ju... Të të gjem diçka më të bukur për propozimin. Deri në fund të jetës tënde të svetnuar. Do e provoj se të Ruslan, unë kur nuk do t'ju fal ju. Shernamar, Ruslan, unë kur nuk do t'a fal. Ruslan, ej! Ruslan! Ku jeti, Gjulieta ime? Eja pra, eja dil në balkon. Dëshiroj të shoh në sytë tu. Çfarë? Për çfarë Gjulieta ke fjalën, çfarë balkoni? Ore ti ku truri fali ty? Desha të them, Shernamar, unë kur nuk do të fal ty. Do ta gjej një mënyrë. E po mirë, çfarë kuptimi ka gjithsesi? Të gjithë janë larguar që këtej. Ne do të luajmë derisa të jetë larguar edhe shikuesi fundit. Kristi! Ose edhe gjuesi fundit. Kush foli aty? As unë nuk mund t'ju dëgjoj. Por gjithsesi kjo gjë mund të jetë diçka e mirë për mua. Nestor, të gjithë janë të mërzitur me përrallat e tua me magjistar. A nuk mundesh ti të shkruash diçka të re, diçka për kalorës? Ajo që duhet të bësh ti është të mësosh tekstin. Nuk mendon do të gjë tjetër përveç kalorzve? Kjo është vërtet një gjë shumë e bukur.
kur je I veshur me parsmore dhe me shpat në dorë. E atje në distancë, ti arrin që të shohësh Vetëm tënde duke pastruar skenën. një princeshë të bukur e cila duhet të shpëtohet patjetër. Jo vetëm të ke pastruar skenën. Sa do doja Talia edhe të bëhesh a një kalorës? Fëmijët e kalorësve bëjnë kalorës. Por ti je fëmija një aktori, kështu që nuk është që zgjidhja jote. Kështu funksionojnë gjërat. Faleminderit shumë për kujtesën. Kanë bërë 1 kilometër për 1 minutë. Duket sikur propozimi për martesë nuk ka shkuar dhe aq mirë. Ashtu është, dhe na e të roqen të gjithë audiencën tonë. E po, le të përpiqemi të gjejmë diçka për darkë. Po, dhe ndërkohë unë do të shkruaj edhe një akt tjetër për pjesën time teatrale gjeniale. E dashur, një sjellje e tillë nuk është e pranueshme. Por unë nuk dua të martohem. Jepi fund kësaj tani. Hape edhe një herë derën të thash. Problemi u zgjidh. Nuk do të mundet kurrë. Mila! Por si duatem ti më parish atje? Aha, një kalim I fshehtë, e dija. Mila, martesa nuk është diçka që duhet kesh frikë. Unë do sigurohem që burri yt të të mbrojë ashtu siç bëj unë. Pikërisht këtë po të them. Kjo është mënyra jote e të mbrojturit. Mos shko këtu, është me rrezik. Mos shko atje, është me rrezik. Mos shko në asnjë vend, sepse kudo është me rrezik. Qëndro në shtëpi, Mila, gjithë jetën tënde. Në vende të tjera lundrojnë 7 dete, gjisin majat e maleve dhe zbusin dragonjt. E sheh atë, do të bëhem së shpejti kështu. Unë nuk do të lejoj që të dukesh kështu. Për më tepër që ajo ka vënë shumë buskuj dhe nivel. Më falni, jo s'ka të bëj fare me makjazhin. Dhe pse unë po mendoj se ti ndonjëherë mund të më kuptosh. Ti je një princesh, Mila. Ka ardhur koha që të sillesh si e tillë. E di se çfarë do thotë kjo? Do thotë që një princesh duhet jetë e mërzitshme, parashikueshme dhe e sjellshme. Mbi të gjitha, e depresionuar. Çfarë? Ti më shmend fare mua me këto fjalë të mëdha. Ti je njësoj si nëna jote. Nëna do të më kuptonte mua. Mila, unë nuk do të jem këtu për gjithmonë. Dhe nëse I ke ashtu papritur si që ndodhi nënës tënde, dua të sigurohem që dikush do të kujdeset për ty. Por nuk dua që dikush të kujdeset për mua. Unë mund ta bëj vetë këtë gjë. Unë ndëroj, mua të më ndodhin gjëra të mëdha. Qoftë edhe një aventurë e vogël, do të jetë më mirë se kjo. Dua të ndihem e gjallë në këtë botë dhe jo të ri në këtë kështjellë të mërzitshme. Mila, ti je padurueshme. Nuk është zgjedhja jote. Dhe ti do të martohesh gjithsesi. Dhe nëse nuk zgjedh një dhëndër deri nesër, do të zgjedh unë një për ty. Kjo është fjala e mbretit. Dhe kjo ka marrë fund. Ajo dëshiron aventura. Nuk është zgjedhja ime. Vërtet? Faleminderit, nuk ishte nevoja. Shihemi nesër në të njëjtën orë, a? Miru pafshim. Salloni bukur, a? Pristi! Po çfarë ndodhi? Kam si përzierje. Është sëri. Më vjen keq Ratë mirë. Mos qesh me vëllain tënd. E mjaft kruajt e hundën tani se ma shpife. O, zoti madh, përse jam unë I vetmi njeri normal në familjen tonë? Jo, zotrin, do t'ishte shumë mirë si kur ju të kërkonit falje. Mos ndoshta vallu unë dëgjova një njeri duke folur? Më thuaj, ratë mirë, dëgjove njeri që të flas? Po, Farlef, ky djali këtu. Ore I pamend, nuk e di fare se si të vazhdosh të luash lojën. Pa të shohim, çfarë kemi këtu? Çfarë është ky I pamend që arri këtu? Si kutson një djali thjesht të më drejtohet mua, madhërisë ti, kalorësit, farlaf,
dhe mbreti tuaj të ardhshëm. Unë nuk jam as pak një I pamend. Madhëria juaj. E kishit falafel, apo jo? Fajlaf! Unë jam Fajlaf! Rohdej, Ratmir! Tani do ta shihni fuqinë e vërtet të njerëzve fisnik dhe... Siç po të thosha, tani ju do të njihni... Përsëri! Falaf, prit. Dhe tani ju do të njihni fuqinë e vërtet të njeriut fisnik Fajlaf! Po unë jam një njeri fisnik. E jam I destinuar për të qenë një kalorës, për kështjella dhe princesha, ndërsa ti je I destinuar për të qenë një xhep shpuar dhe leckasi për shoqërinë e kësaj gjeje që fluturon. Asgjë në këtë botë nuk mund të ndryshoj. Una është një trishtil. Dhe unë nuk jam as pak një I pamend. Po, ky vend nuk duket daq I rrezikshëm. Hej, bukuroshe, më duket se pas ke nevojë për ndihmë. Jo, faleminderit, jam shumë mirë. Ej, bukuroshe. E që ka shtuar një tjetër bukuri të fëston. Nuk të ka thënë ndonjëherë nëna dhe babai që këto anë janë të mbushura me bandit? E drejt, ata janë njerëz të tmerrshëm, besoj se e di këtë. Sonte, është nata jote me fat. Mund të mbrojmë kundrejt një pagese fare të vogël. E të themi për shembull, kundrejt asaj varse të bukur që ke varë në qafë. Në asnjë mënyrë. Hej! Ç'mari është tu duke vështruar? Shko kape atë! Senjush, a ndjeni mirë? E të vërtet? Jo, përsëri. Ha? Më fali, a keni nevojë për ndihmë? Kujdes! Unë thjesht po mundohesha të Nëse ndihmoj. thjesht dëshironi të ndihmoni, ju lutem, të rrisni ndonjë roje ose ndonjë kalorës. Një kalorës. Unë jam një kalorës. A je I sigurt? Po, zoti Ruslan në shërbimin tuaj. Çfarë I ka ndodhur juve, zonjusha ime? Shikojni ata! Ju kapa! Aroshti, plako! Kjo bukurina për këtë ne! Më jep varsen, për ndryshe do të pendohesh. Është varsja e nënës time. Unë nuk do ta heq kurrë. Jo, para se qitash. Unë jam një kalorës. Dhe unë nuk do t'ju lejoj të përfitoni nga kjo zonjush. Mirë. Po pastaj, ti po përpiqesh të tregohesh dashamirë se ti marrësh mendje kësaj vajze. Por unë nga ana tjetër nuk jam edhe aq të veçel kur bëhet fjalë për femra. E po në rregull. Tani bë atëherë. E, shikoni, atje, ka roje. Roje? Au! Ata po! Po bën shakati, kjo shpat nuk trëmbas edhe një pun. Ty që shikon është versioni I ri. Ta rregulloj unë që të ty tani.
E kjo është gjysmë e fuqisime. Duhet të largohemi. Por, nuk fituam ne? Duhet të vrapojmë? Ma ndiq mua! Ata këtu ishin pak më parë, tani nga u shtukën. Duket se kemi humbur rrugën. Më falë. E po, nuk ka problem. Le të shkojmë. Tani jemi të sigurt. Faleminderit që më shpëtove. Aha, nuk ishte asgjë. Për një kalorës të aftë si puna ime. Kjo ishte thjesht një lojë fëmijësh. E jemi të trajnuar fiks për... Atëherë, ti je nga këto ana, po jo? Çfarë të bën ta mendosh këtë? Oh, vendosit e din që këto janë të mbushura plot me... Bandit? Jo, unë e di këtë gjë. Pra... Ja jeti? Nuk ka rëndësi. Unë e dua atë vend, por nuk dua të kthehem atje. Aha. Do më thëmë po thoni që ishte një vend i tmerrshëm ai vend, a? Jo, nuk dua që dikush të kujdeset për mua. Pra, ke të drejtë. Ndoshta është e vështirë për ju që ta imagjinoni si ndjet njeriu kur e ka fatin të paracaktuar që në lindje dhe kur asgjë emocionuese nuk ndodh asnjëherë. Çdo gjë që mund të jesh është personi të cilin njerëzit e tjerë mendojnë se je. Nuk është zgjedhja jote. Pikërisht. Nuk është zgjedhja jote. Kjo është arsyeja pse keni vendosur t'ja mbathni? Por unë vetëm dua të përjetoj jetën e vërtet. Aventurat e vërteta, lirinë e vërtet. Dhe tani e kuptoj sa e pamend është kjo. Madje edhe këtu, ai burri i vogël i çuditshëm po qesh me mua. Nuk është e dashje pamend gjithsesi. Nëse doni aventura, aventura do t'ju jap. Hey, ku po shkon ti? Unë kam një ide. Dhe më thënë, nëse nuk e frikë t'i besosh një të huaj. Wow! Deep in the shadows, here you are. Your reflection you can't see. Stuck here for days in the dark. Don't know you're alive until you bleed. So let it go now. Feel the ground beneath your feet. You're waking up now. Believe. So shout it out. Let them know that you're not done. You got a long way to go. So shout it out. So shout it out. It's time to live a new story. It's time to turn another page. So let it go now. Feel the ground beneath your feet. You're waking up now. Believe. So shout it out. Let them know that you're not done. You got a long way to go. So shout it out. So shout it out. So shout
Është gjithmonë freskët në lindjen e diellit. Ruslan, çfarë lindje dielli? Shiko sa i bukur është. Oh. Nuk jam djerë kur kaq e gjallë gjatë gjithë jetës time. Ishte me të vërtet një nder për mua që të shoqëroj aty. Ruslan! Çfarë po ndodh? Mila! Ruslan! Ej, çfarë është ajo? Princesha, madhëria juaj! Mila, vajza ime! O, jo! Roje! Jo! Më bani, më vjen keq. Hapër i rrugën. Ma je dorën! E kapa! More kok trash, mos haro pra! Asnjë rast nuk mund t'i rezistosh, të dy do të shijoj perëndimin e diellit. Njëri të qetë, miqtë e mi! Do të marr atë që dua gjithsesi. Ruslan, më mbaj! Mila, çfarë do që të ndodh? Mos u shqetëso, unë do të vi të të gjej. Më dëgjon? Unë do të të gjej. Kudo që të jesh, apo beson mua? Ti, përgjigj mu mua, çfarë i ke bërë ti, vajzës time? Vajzës suaj? Mila, çfarë i ke bërë ti asaj? Ajo është një princesh? Unë nuk i kam bërë asgjë asaj. Atë e rëmbeu Shërnomori. Shërnomor? Ku është ai? Ku mund ta gjej atë? Unë nuk e di me siguri këtë. Përgjigju, mu përgjigj me një herë. Në tokën magjike! Ai duket se më shqetësua. Ai është i marrë. Ai ka luajtur mend. Po, unë mendoj që ti ke të drejtë. Ai atje po gënjen! Unë e di që tingëllon çuditshëm, por në përralla, ama. Mbylla gojën. Mjafton me kaq. Do t'rregoj unë se çfarë u ndodh njerëzve kur gënjejnë mbretin. Roje, mbylleni atë në burg me njerë. Ju nuk më kuptoni mua. Ne duhet të nxitojmë. Mila është në rrezik të madh. Çepe gojën, more fshatari ndyrë. Jo, ju lutem. Unë po ju them të vërtetën. Më lini të iki. Madhëria juaj, çfarë do të bëjmë tani? Njerëz të mirë, dëgjoni dekretin e mbretit. Ai që sjell princeshën në shtëpi i shëndosh e mirë, do të bëhet me njëherë burri i saj. Është e qartë që ju nuk jeni në rregull nga mendja e kokës. Të gënjesh mbretin përpara gjithë atyre njerëzve është një marrëzi. Unë nuk po ju gënjej juve. Duhet të më besoni mua. Tani e tutje, do të jenë minjtë e burgut që do të besojnë ty. Po, ata janë shumë të besueshëm për ne. Ç'kemi? Kështu që ka punat. Kërkojnë pjesë, por do të më duhet të anulloj turneun me minjtë e burgut tënd. Vetëm kaq ke për... Të shkojmë dhe të qejmë pjesëtorin.
cila rrugë duhet të shkojmë? Nuk jam I sigurt nga cila rrugë. Dili nga ju e di se ku mund ta gjejmë princeshën? Ruslan! Ku humbe kështu? Nestor, më dëgjo mua. Ku e ke dëgjuar për rallën rreth Chernomorit? Çfarë do të thot ku? Pikërisht këtu pra. E ka prodhuar imagjinata ime e pasur. Më thuaj të vërtetën. Si do qoftë çfarë problemi ke, po të them se e kam sajuar vetë gjithçka. Problemi është se Chernomori ekziston me të vërtetë. Dhe sot ai rrëmbeu princeshën. Çfarë? Më duket se po bën shaka. Duket sikur nuk po bën shaka. Mirë, atëherë duhet të më premtosh që nuk do të tregosh askujt. Nestor! Në rregull. Njerë më ndodhi një nga ato rastet ku bllokohesh. Nuk mundesh atë sajoj asgjë. E ke parasysh? Është shumë torturuese. Nestor! Praktikisht mora hua këtë librin e vogël dhe në libër lexova. Ne a tregoj në këtë libër ndonjë gjë se ku mund ta gjejmë atë, apo ndoshta si mund ta mposhtim atë? Jo asgjë. Por ishte një histori me një bretkos, të cilën nëse e putje, ajo të... A kush e vodhe këtë librin këtu? E mora borç? Oh, e kuptova. As mos e çon në mendje këtë. Pronari këtij libri është një njeri I frikshëm edhe I rrezikshëm, kështu që ti duhet të qëndrosh larg prej tij. Unë ende po përpiqem të harroj rrugën për në shtëpinë e tij. Pra ti se ke harruar se ku banon ai. Jo, më kujtohet plotësisht, sikur ti isha dje atje. Gjua ime është armiku im më I keq. Përse të intereson kjo princesha gjithsesi? Do ta tregoj gjatë rrugës. Do të vish me mua? Se mos kam ndonjë zgjidhje tjetër unë. Kjo është thjesht e pamundur. Çfarë është e pamundur? Ta të pamendas që kanë idenë se nga duhet të shkojmë. Atëherë pse na duhet këta? Ha? Mund ta kemi vetë rrugën. I pamend. As ne nuk e dim se nga duhet të shkojmë. Në rregull, pra, kush e di atëherë? Ndoshta e di miku ynë I vogël dhe I pamend. Më ndiqni mua. Ashtu po, jo besoj. Po ata nga ikën. Brenda Ligojen! Ata din diçka. Le t'i ndjekim. Po, t'i ndjekim. Ejeni. Përshëndetje! Përshëndetje! A ka njëri në shtëpi? Wow. E po, me sa duket, nuk pas ka njëri në shtëpi. Pra, ne e provuam njerë, nuk funksionoi. Kështu që mund të dalim që këtej, Një çajk miq, dyert janë mbyllur. Unë të mbaj mend. Me kë ke ardhur? Duket sikur më në fund erdhi dita që ta paguash. Tani, morëm fund! Pra, ky na qen ka ai? Ky është përbindë si që the. Nuk është mjaftueshëm I frikshëm për ty? Të më falni, dashurim, sot I ma qok, ne vetëm sa... Po tani, ato duket më mirë. Po, mjafton me kaq.
Do ta qetësojmë në një farë mënyrë atë. Çfarë ju pëlqen macave? Krem kosi, salt, zosht? Patjetër që ti nuk je një prej opsioneve. Ma sill pagat hartën? Ruslan, bëj diçka! Prit! Nuk kam një minut! Ik, mase, ik! Ik! Qiq, maq! Qiq, maq! Maci! Funksionoi! Në rregull. Mjafton me kaq, nuk dua më. Zoti Machok, a mund të na dëgjoni ju lutem? Në rregull. Do ju dëgjoj, vetëm se hiq nga fytyra që nuk mund ta duroj më shumë. Ju keni vetëm një minutë kohë. Ne donim që t'ju kthenim librin tuaj. E t'ju kërkonim falje. Ndonjë gjë tjetër? Jo, po, shikoni, share no more. Share no more? Mos, ka rëmbyer përsëri ndonjë vajzë? Po. E ju doni ta shpëtoni, apo jo? Pikërisht ashtu. Ti po tallesh me mua, më duket. Share no more ka shkatërruar ushtri të tëra. U ka prerë kokat gjigantëve dhe pikërisht tani ju, një aktor dhe pikërisht një rapsod, vendosni pa pritur. Ju nuk dini si ta mposhtni atë. Unë nuk e thash këtë. Atëherë ju e ditë keni. As këtë nuk e thash. Më ndiqni mua. Pastroni pak. Një herë në 100 vjet, gjatë perëndimit të flakë, Share no more rrëmben një princesh e cila është e dashuruar. Për të ripërtërirë fuqitë e tij magjike nëpërmjet fuqisë së dashurisë së saj. Pra, edhe Mila ka rënë në dashuri me ta? Të gjithë të dashuruarit janë të verbër. Por për t'ju përgjigjur pyetjes suaj, të gjitha shenjat tregojnë që ju jeni objekti i dashurisë së saj. A jeni i sigurt për këtë? Kjo është diçka për të cilën duhet ta pyesni vetë atë. Të gjithë të dashurit janë të verbër. Mos duhet të vë një pikë çuditëse pas kësaj? Gjithsesi, Romeo, keni vetëm 2 ditë kohë për të shpëtuar të dashurën tuaj. 2 ditë dhe? Po ku mund ta gjej atë? Dhe si mund ta ndaloj Shernomorin? Dal more, nga ta di unë këtë. Por unë mendova se e dinit. Jo, por unë e njoh dikë që e di. Apo më ndjek tani? Fin! Por nëse do ta gjeni, do të duhet të udhtoni drejt një vendi të çuditshëm. Një vend i çuditshëm? Sot mos më thua që të shkoj prapë atje. Jo thjesht një vend i çuditshëm, edhe një vend shumë magjik. Unë jam gati që të shkoj në fund të botës për Milën. Djalosh guximtar. Unë kam parë shumë njerëz të guximshëm që kanë ndërmarrë aventura në tokën e Shernomor, por asnjë prej tyre nuk është kthyer. Por, nëse ti tashmë e ke vendosur, ja ku jemi. Letja nisim punës, dembelët e mi. Ja ku doli dhe një tjetër trim i pamënd që nuk e di se kur do të ndaloj. Çfarë po shikon? Ja ku i ke klientët e tu të ri. Se të sharrova. Kur të arrini në anën tjetër, do të jetë mjaft e thjeshtë, vetëm ecni drejt dhe përpara, dhe kur nuk mund të shkoni më tutje, përdorni këtë. Faleminderit. Shpresoj të mund t'ua shpërblej një ditë. Mos e thuaj fare. Unë për vete mendoj që ky është një mision vetvrasës. Dhe gjithashtu, kësaj, mos i tregoni askujt në asnjë mënyrë. Do t'jem po aq i heshtur sa një varr. Djalë, kam frikë se së shpejti do t'jeni vërtet i heshtur si një varr. Por ti ke nevojë për ndonjë ftesë të veçantë, apo jo? Jo, unë po vi. Magji, fillo nga puna!
Nuk po më duket edhe aq e vështirë kjo. E po, nuk e di. Gjithçka që ndjej është rrezik. A e ke vënë re se sa të rrezikshme që janë? Çfarë qenjesh grabicare që janë? Le të shkoj. Unë jam I sigurt që çdo gjë do të shkojë mirë. Ndoshta ti do të fillosh të shkruash për aventurat tona këtej tutje. Paprikë dhe pa u penduar. Ne do t'ja dalim të shpëtojmë nga kthetrat e vdekjes. Domethënë, nuk do të jetë ndonjë komedi romantike atëherë. Ruslan, a je ti? Mos u tremb. Pra ti më ka rëmbyer mua? Përse përdor një term kaq të vrasht? Termi e zhvendosur është shumë I përshtatshëm. Tani do të martohesh me mua? Çfarë? Të martohem me ju? Oh, jo! Unë I përçmoj klishe të tilla të vjetruara. A mundet që një grua të rëmbehet me qëllim për t'u martuar? E po. Martes në asnjë mënyrë. E po falë zotit atëherë. Mendojeni kështu. Kjo do t'jetë një martesë e bukur vetëm për mua. Unë thjesht do t'heq fuqinë e dashurisë tënde të vjetruar dhe do të kthej në një statuj guri. Dhe do të duket si ajo atje, ose si ajo, ose si ajo tjetra këtu. Mos badh dhe se do të më kthesh në statuj guri? Pse e thash me zë të lartë? Mos u bëj nervoze, nuk do të lëndoj, jo. Mere një biskot këtu. Urdhëro, ta tregoj unë ç'bëj me biskotën tënde. Luajt e mend shti grua histerike? Kjo është luftë! Jo kapele të bëka të padukshme? Kjo nuk është për të qeshur, a? Ma kthe përsëri kapelen! Më dëgjon apo jo? Ku je futur? Ku më shkon ashtu? Sa e marrë tregohesh kur mendon se mund t'ikësh nga kështjella ime? Unë do të fshihem derisa Ruslan të vitë më shpëtoj. Të vdekshmit nuk kanë qenë kur në gjendje të gjejnë kështjellën time. Mos e haro këtë, asnjëherë. Sa sjellje të padëshirueshme. E po, do të sigurohem që ti të mos mërzitesh. Ameles, Ustela, Karamella për binca, tualara! Ti e ëmbla ime. Shko dhe gjeja të t'lashtuarën, derisa të vi Ruslani për të më shpëtuar. Ma sillni shpejt këtu ata, dhe ti e dashura ime, tregohu mizore. Të shoj mirë, ku ka shkuar kjo mysafirja jonë? Ja ku qenka. Të huaj. Çfarë po ndodh? Njerëzit janë futur përmes portalit. Kusho, ti nuk mund ta di se kush është. Ruslan, Lestori, njëri trim, tjetri frikacak. Ruslan, tingëlloni njohur ky. Mendoj se I kam dëgjuar këto emra. Jo, s'ka mundësi. Ruslan! Do me thënë vërtet ka ardhur për ta shpëtuar? Bukur. Dhe unë do të blej lule për funeralin tënd, Ruslan! Duket si një shtëpi qeni kjo këtu. Çfarë vëndi? Çfarë është ajo? Një kotele? Unë jam një machok. Një machok I këndshëm që flet. Për çfarë po mja uin ti matë ke ambël këtu? Këtu duket një vend I lezetshëm. Atëherë duhet të ketë ndonjë rrugë kalimi të fshehur diku këtu rrotull. Në rregull pra kotele. Ne dim që një far Trazovaçi ka kaluar këtej sot. Ku ndodhet ai? Ku ka shkuar? Të mendosh që sapo ka mbaruar së pastruari. Vetëm një sekond. Në rregull. Fillojmë tani.
Dhe tani, koha për të pushuar pak. Pra, ja ku jemi. Duket sikur nuk shkohet më gjëkundi që këtu. Duket sikur të paktën mund të marrin disa manavera, apo jo? Po vdes nga uria. Lestor, si arrin të mendosh për ushqim në çaste të vështira si ky? Jap me kaq! Unë do shkoj të gjej diçka për të ngrënë, dhe ti mund të rish këtu dhe ta kuptosh se nëse nuk mund të shkosh diku, apo mund të shkosh diku. O, zoti madh, përse e futëm veten në gjithë të kalash? Kjo është e çuditshme. Ajsu! Më fal. Duhet të ndjekim gjurmët. Nuk ka asnjë mënyrë për të kaluar në anën tjetër? Atëherë do të duhet të përdorim dhuratën që bëri Maçoku. Por si ta përdorim atë? Do shta thjesht duhet të... jo. Dhe kjo është magjike. Duhet ta pyesim. E ke parasysh në mënyrë të sjellshme. Më i madhi! I më të mbejtme! Të fasuleve! Të lutem, ki mëshirë! Dhe na trego rrugën e humbur. Për tek magjistari i mençur. Më i madhi i më të mbejtme të fasuleve! Këtë drejt, nuk ka kuptim fare. Ne duhet të mendojmë diçka më të mirë. Sigurisht, fiksi tek përralla me pjesën e fasulës. Dhe tani... 1, 2... Kemi nevojë për ujë. Ku shkoj ai? Por e urit një vogël të shkitës i ndyrë. Ka të shpejt ato urit! Bukur fort. Ta tregoj unë ty.
Vërtet, pra ditë këtë fluturosh, a? Ja dhe këto tjetër. Në rregull, qetëso tani. Mjaft të thash. Mos u sill kaq ashpër, mirë? Pastaj është thjesht I uritur. Nuk jemi lakmitar dhe nuk na duhet kjo fasulja për të ngrënë. Duhet të na tregoj rrugën për tek magjistari fin. Por si? Por ne ende nuk e dim se si. Çfarë? Ti e di? I nuk do t'jam batash, a? Sigur këtë t'ja japim me të vërtet urifit. Merë. Ha? Kjo është e pabesueshme. Se mund t'jam këto gjërat këtu? Do me thënë ti ke ndërmend që të ecësh brenda saj? Jepi pra. Do me thënë unë duhet vim pas teje tani. Po vi. Wow! Nga dolën të gjitha këto? Po, nuk më intereson, jam kaq e uritur. Kush je ti? Dalo! Jo! E di që ëmbëlsirat janë të dëmshme për shëndetin, por kjo është qesharake. Kështu përballen princeshat me kaloritë e tepërta. Ja ku qenë këti mistreci I ëmbël. Pritër, ndalo! Unë nuk I bes këti urifi. Por pse? Pse? A e petë urën? Sigur të afërmit të ti jenë të uritur dhe të jenë të fshehur këtu. Nëse je ka që I frikësuar, atë riktu. Gana tjetër?
Ky urithi duket shumë i sinqert. Më prit edhe mua. Kjo gjën ka shumë pak. Megjithatë, do t'jete mjaftueshme për të shkatruar një çift shpirtrash njerëzor. Justus Paulus Kokuri Bukus, teje në një kur të fortë të princesh! A i që pati kështu? Bin, ne jemi bajtësor! Largo, uri! Unë jam një magjistar i fuqishëm. Unë do t'ju bëj magji të gjithëve, vdekje! A nuk jeti, Fini, magjistari i madh pra? Ju doni të më magjepsni mua, por unë nuk do t'ju dëgjoj, ju. Bla, bla, bla! Çfarë mendon se duhet të bëjmë ta? Po sikur ta gjuaj me gur, do dali? Farë, jam shumë i mirë për hedhje gurësh. Do t'ju bëj magji juve! Shtukuni që këtu! Kam nevojë të mendoj. Më erdhi një ide. Ne do të fillojmë të bëjmë magji tani. Dhe nëse nuk arrin t'i bësh përpara nesh, magjit tona do të të zëngjë. Do t'ju bëj unë magji. Ja tani, vdekje për të gjithë ju! Në rregull, ne po fillojmë magjit tani. Abracadabra! Unë do të sjell vdekjen mbi ju. Atëherë më mirë të veproni shpejt, sepse magjia jon ka filluar tashmë. Si ishte jo? Mikamas, politikas, kikas, vdekje të gjithëve. Zot! Më ka bërë vërtet një magji vdekje prurse. Mua po më lënë fuqi plotësisht. Unë? Magjia ime? O, qej! Ora e vdekjes sime ka mbritur. O, e që më shikon. O, ti nuk do ma përkëdheresh më kur në kurën time të vut. O, male të bukur dhe të shkëlqyes. Lumenj dhe pronj dhe tërfil. Me aromë të mirë dhe ndjese. Shërikthyer tashmë fuqia ime? Unë i vrava këta njerëz të mjerë. Hej, a keni vdekur plotësisht? Falni të huaj! Nuk ka nevojë të kërkosh falje. Qetësohu tani, nuk do të bëjmë keq, Finn. Ti, magjistari ma. I dashur Finn, kemi për të të lënë të qetë shumë shpejt. Çështja është Chernomor. Chernomor ka rrëmbyer princeshën. Dhe unë duhet të gjej se ku e ka çuar atë. A më kupton mua apo jo? Aktor shumë i keq. Për më tepër aktor i dorës së dytë apo të tretë. Megjithatë një njeri i guximshëm. Megjithashtu unë kam qenë shumë i guximshëm. Shumë më tepër se ty. Chernomor i mi rrëmbeu gjithçka që kisha. Fuqia e Chernomorit është në mjekrën e tij. Por nëse e pret atë, e gjithë magjia e tij do të zhduket fare? Ndoshta, ka shumë të ngjarë, por askush nuk ka arritur ta bëjë këtë gjë. Atëherë ku mund ta gjej Chernomorin? Kështilla e tij qëndet në mes të shkëmbinjve.
Ju nuk do të mund t'i kapërceni thjesht duke i ngjitur ato. Për ta bërë këtë, do t'ju duhet një shpatë magjike. Unë po mendoja që kjo do ishte diçka e lehtë. Por shpata mbrohet gjithmonë nga një heroi i fuqishëm. Po të kisha përsëri guximin tim, Na thuaj si ta gjejmë këtë shpatën. ecni 300 hapa në lindje të hyrjes së shpellës sime. Gjeni një gur leshatak. Ktheuni djathta sesni 100 hapa drejt, pastaj ktheuni majta sesni 200 hapa drejt. Përpiqem të vizatoj një hartë. 500 metra dhe 5 dyzina hapa shmiu derisa të arrini. Ek një gur leshatak. Prisni, guri leshatak përsëri? 100 hapa derisa të arrini në strukturën lidhse. Pak djathtas, pastaj pak djathtas përsëri, pastaj për te kodra buzurës derisa të shihni një fushë të zymë të mbuluar nga një mjegull e trash. Ky është vendi ku është shehur shpata, nxitoni. Perëndimi i flak po afrohet tashmë. Atëherë, Lestor, arrite të bësh një hartë të mirë? Pare se çfarë quan ti të mirë. Kjo është më shumë si art modern se sa një art. Nuk mund të kuptoj asnjë gjë. Kuptove se si mund të arrim atje? Po ti je thjesht i pazëvendësueshëm. Kështu që, çfarë po presim më shumë? Urith? Ruslan! Hej! Hej, ti! Njerëz! Jema! Urith, çfarë po ndodh? Po përse po esti kaq shpejt ju? Sidomos me barkun bosh? Zoti madh! Djema, mendoni se është një buzëqeshje sa mirë që ju po ju shoh, apo unë do t'ju haj juve? Përfundimisht është ajo e dyta! Më duket sikur i humbëm nga syt. Brafoni! Duke sigur sa po i gjetëm. Kush është ky që po ulë ret? Çfarë bën more mal gurësh i padobishëm? Ajo duket pothuajse e gjallë. Çfarë ka ndodhur këtu? Një betej. E po, natyrisht që kjo nuk duket si një fest të vallëzimi. Çfarë ka atje? Çfarë po shikon? Pra, ky është heroi yt legjendar? Përshëndetje, zoti hero, e zotri. Ne kemi vërtet nevojë për ndihmën tuaj. Përshëndetje, zoti hero. Po ju, a keni ndonjë ide se si ta zgjojmë atë? Ti vën flakën mjekrës së ti? Jo, nuk më duket edhe aq ide e mirë. Të gjithë janë kritikë në rregull, atëherë mendo vetë diçka më të mirë. Si e ka halli ky? Në rregull. Ç'kemi? Heroi ma. Se më vjen si Eramin këtu? Jo. Emri im është Ruslan.
E unë jam një aktor I madh. Qënë ka 1000 atjetej. Më thoni pak, se ndodheni këtu. Por fillimisht, ikini qafe atamin tuaj. A nuk mund të shihni që unë jam alergjik. Mua më kanë thënë se jeni mbrojtësi I një shpate magjike. Në rregull, ja këtu. Wow! As ka qenë e thjesht. Do t'jete jotja nëse do t'jesh në gjendje ta marrësh me vete. Wow, çfarë kuptimi ka kjo qëte? Ja, pyesni ata. Por ata janë të vdekur, apo jo? Do të mori shfaqja. E po kësa I them një shpatë e vërtet. E di në të vërtet nuk ishte edhe aq e vështirë. Sa herë I kam dëgjuar këto fjalë. Bëj diçka! Shumë herë I kam dëgjuar. Pikërisht ashtu. Unë e di se çfarë duhet të bëj. E di çfarë të bëj? Tingëllon paksa e re. Je super arma ime. Hej, çfarë po bën ti? Mos guxo që të më vish mahër. Futuni brenda. Tani ata u bën ton, ata po jo. E lesa tjetër, kajaja e Shernomorit. Oh? Atëherë, pas keni arritur vërtet deri këtu, por më tepër, pas ke edhe shpatën. Wow, pas ke patur një dashuri kaq të madhe për këtë grua histerike. Dielli është gati për të përënduar. Duhet të gjejmë patjetër një mënyrë për të kaluar këto gjella. Gestor, ti dhe Urithi duhet të shkoni nga ana e djathtë, ndërsa unë do të shkoj nga ana e majtë. Dhe kushdo që qeni pari një kalim, duhet të fishkëlloj. Në rregull, po shkoj. Por unë nuk di të përshëllej. Me sa duket di Urithi që të fishkëlloj. Lutu që ai të mos jetë edhe dramaturg. Shumë për të qesur. Të lutem më thuaj që nuk di të shkruash pjesë teatrale. Una, shko dhe gjej Milën. Duhet t'i thuash që unë jam duke ardhur për ta shpëtuar. Mila, pas ke arritur t'jam batësh? Unë erdha për të shpëtuar, si s'kisha premtuar më parë. Pas ka ardhur? E pse? Çfarë do thuash me pse? Shpëtuar ty pra. Jam unë, Ruslani. Ruslan, kloni I varfër, I pament, I cili më gënjeu duke më thënë që ishte kalorës I madh. E gjithë kjo për të më joshur dhe për të më marrë mendjen. Nuk ka asnjë lloj misteri këtu. Nëse martoheni me një princesh, do të bëheni një mbret. Edhe një I trash do ta kuptonte këtë. Mila, çfarë je duke thënë kështu? Unë nuk po të njoh aty. Çfarë të bën të mendosh se më njeh mua? Por mua më duk sikur E pra ke të drejtë. Ashtu ju është dukur. Si mundet të mendoni se unë, e bia e mbretit të madh, do t'isha vërtet e interesuar për një aktor të varfër si ju? Dhe tani jeni shfaqur këtu për të bërë çfarë? për të shpëtuar ty pra. Të më shpëtoni? Por, a dua unë të shpëtohem? Por, Tu kam gjithë shka që më nevojitet. Çdo gjë që ju nuk do t'jeni kur në gjendje të më jepni. Kështjell madhështore, pasuri,
fuqi dhe madje dashuri. Dashuri? Po, dashuri? Sherë në morë më do. Ne do të martohemi sot. Dhe nesër ne do të shkojmë në një udhëtim në përbot për muajin e mjaltit. Kjo është ajo që ka më ndëruar gjithë jetën time. Po perëndimi i flakët i diellit? Oh, të lutem, kjo është thjesht një porall. Ruslan, ju lutem kuptojeni. Unë nuk kam nevojë për ju. Unë dashuroj Sherë në morë. Dhe nëse ju ka mbetur sa do pak nder brenda vetes, nuk besoj se do të më pengoni të jem e lumtur. Jo, nuk do ta bëj këtë. Oh, djali mbar. Unë i varfër dhe i pamend, që më gënjeu duke më thënë se ishte një kalorës i madh. Unë dashuroj Sherë në morë. Nuk ka asgjë këtu, ndoshta nga ana jote do ketë ndonjë kalim. Po këtë çpati kështu? Ej, Ruslan, gjete ndonjë kalim ti? Ruslan! I kishe të drejtë. Zoti madh, po unë e dija! Prit, për çfarë kisha drejtën? Hej, a je këtu? Unë e di që je këtu. E di çfarë? Sa po takova dhëndrin tënd, Ruslan quaj apo jo? Sa i këndshëm. Por më erdhi shumë keq për të kur e mori vesh që Mila nuk ishte fare interesuar për të. O, sa i mërzitshëm që ishte, o zot. Unë nuk e di nëse ai do çrohet ndonjëherë nga thyerja e zemrës. Ti po gënjen! Kjo është thyerje bukuroshe. Shiko nga dritarja dhe vlerësoje e vet. Ja ku është herojit. Çfarë njeriu i paturp është? Të kapa! Është e përvonë për të bërë diçka. Tani, heja tikin, të dy bashkë do të shijojmë perëndimin e diellit. Sa njeri i pamend që jam, që e mbaj veten si tipi dejt. E pash gjithçka me sytë e mi. Më lini të qetëri. Ruslan, nuk është ashtë fundi botës kë? Në të bështet fix, kë duhet jetë rasti i tillë. E pra, ky fund ka plotësisht kuptim për pjesët e mia teatrale tipike. Unë jam gati për të. Da jepi tani! Ej, jam këtu! Por e grumbulli shëmtuar kurësh! Këtu djelosh, ka me karameletën dhe prej guri? Jo që nga një shaka shumë e bukur, duhet ta shkruaj këtë. Lidhe mendje tani! Jo nuk është koha më e mirë për të hapur luftë! Duhet të gjesh dikë tjetër! Dikë që ka statusin tënd! Dikë që është më shumë në nivelin tënd! Çfarë do që të ketë ndodhur nuk ka arsye përse ti je kaq i përsitur? Unë jam i përsitur. Do të kaloj edhe kjo tani! Tani çohu edhe bëj sopa sa të grumbull të madh gurash! Si mund të ishte aq mizor ajo dhe kaq e ftohtë? Nëse nuk bën asgjë, do të jetë përpiqje ai që do të jetë më mizori. Dhe ne do të jemi shumë ftohtë. Unë nuk mund të vrapoj më. Nuk mundem, patë. Gjen ka varsja. Po ku e more ti këta? Jo, ajo nuk i kishte vënë varsen. Oh! E po, ishte Shernomor mashtruese. Ky ka për të qenë aty i fundit. Unë nuk mundem më. Tisha. Njëri të qenë, miqtë e mi! Mendoj se e di ku ta gjej rrugën për te kështjella.
Nestor, ishte një gënjeshtër. Mila që pa shumë nuk ishte ajo e vërteta. Ajo nuk e kishte vënë këtë. Ajo tha që nuk e ishte kur. Kështu që nuk mund të ketë qenë ajo që më largoi mua. Ndoshta duhet jetë akoma duke më pritur. Ose ndoshta ajo më do mua. A nuk je i gëzuar? Unë jam shumë i gëzuar. Unë jam vërtet shumë i gëzuar. Nuk më sheh që po dua trokas. Ne nuk kemi më kohë për të humbur këtu. Le të shkojmë tani. Ne duhet të shpëtojmë Milën. Dielli është gati për të perënduar. Çfarë tha Maçoku? Të dashuruarit janë të verbër? Mjaft, me kaq mjafton! Kjo është vërtet e tmerrshme. Nuk më intereson. Jam i lodhur me këta përpinça dhe gërsira që më bajnë erë. Dhe gjithashtu të pamend. Të pamend? Princesha? Të pamend? I pamend? Po, kjo fjalë. Sa bukur. Sa më kishte marrë malli. More plak i poshtër dhe i shëmtuar. Shpyllë gojen! Kaq ishte, së shpejti do t'jesh e qetë dhe e bindur si një guralec. Po, unë do t'kujdesem për ty, do të t'pastroj plurin her pas here me kujdes. Çfarë? Po ti sigurike njerë? E po, nuk jam edhe aq truthar. Sigurisht që jo. Gjek sohu! Mila! Aha! Parsmorja magjike, eh? Magjia jote nuk ka ndikim tek unë. Ndërto tani! Po, ke të drejt. Unë nuk të prek do ty. Por çfarë më bën ti mua? Agodis! Agonis! Krijo më të madhin Drakua! Tani, ti duhet të dorëzohesh. Eja të bëjmë një shënditje bashkë. Mos ki frikë fare. Të ka humbur gjë kjo? Aia doli. Jo! E ka që mbaroj. Po, ja dole! Ti fitove! Unë do të tikoj hindin më të madh në historinë e njerëzimit! Ose një pjesë teatrale, ose ende më mirë, një poem. Madje do filloj ta shkruaj që tani. Nuk është koha për poema. Mila është ende në rrezik të madh. Hiqe me njëherë parsmoren magjike. Unë? Ky proces sapo ka filluar tashmë dhe nuk ka asnjë forcë në botë që të mund ta ndaloj dot atë. Kam për ta shpëtuar ata. Ruslan, do të vdesësh. Jeta pa Milën është më keq se sa vdekja.
Kjo nuk mund të jetë e vërtet. Kjo ishte frika ime më e madhe. Akti i bukur, është shumë keq kur aktori nuk është të gjendje të dalin në fund për një përshëndetje. Nestor! Kape! Ruslan! Mira! Unë! Ruslan, një hap më shumë të përgjërohem. Po të shpëtoj ty! Askush nuk shpëton ma askënd. Ruslan! Mbaroi dhe komedia. Si që thonë edhe në Francë. Mos qaje, dashura ime. Nuk është nevoja të qash për atë klon patetik. A i qëndron atje. Ndryshe nga unë, jam një burr i vërtet. Me një histori familjare dhe sjelljen e duhur, dhe ti do të jesh shumë e lumtur kur ne të martohemi. Kur ne të martohemi? Oh, ja po vjen baba im. Oh, Vladimir! Nuk jam një princeshe zakonshme, apo. Kjo është shumë e shpifur. Çfarë mendon se po bën? Ruslan, kalorësim. Ti je njeriu më i mirë në botë. Ja, ku jam? Fuqitë e mia u rikthyen sërish. Përshëndetje, kampion dhe fitues. Kam lule për të gjithë ju. Jeni të gjithë kaq të pezmaduar. Ne fituam. Jo është e vërtet, apo jo? Nuk ka problem fare. Me qëra fjala, emri im është Fin. Nuk mendoj se jemi prezentuar kur zyrtarisht. Ruslan ka vdekur. Dhe ti mendon se nuk ka problem? Wow. Qetëso, zonjusha ime, thjesht desha të them që unë mund ta rregulloj. Të rregullosh çdo gjë? Po pra, zonjush, me qëra fjalat, duhet ta themi që unë jam një magjestar. Dhe ti mund të ngjallësh Ruslanin? Ja, unë nuk mund ta ngjall atë, por mund t'i rikthej atij atë që i kam vjedhur. Dhe ky nuk është problem. Bëni mbrapa. Në një çast do të jeni dëshmitar i magjisë së vërtet si në një parall. Ala donon. Nana donon. Dhe i mbrapsht atë që ti i ke vjedhur.
S'ka më vjedhje, s'ka më shkatërim. Ati duhet I kthehet jeta dhe përjetimet e tij. Ti je gjallë! Ruslan! Ti je gjallë! Sa lumtur jam që je gjallë! Mos më shtrëngoni shumë. Finn, dashuria ime. Nina, ylli im kriques. Mila, dua të tregoj diçka. Unë nuk jam plotësisht një kalorës I vërtet. Madje do të thoja që unë nuk jam as pak një kalorës. Por unë të pëlqej shumë ty. Dhe unë do doja që nëse ti do të ma lejoje këtë, dhe do më pëlqente, nëse ty nuk të vjen keq. Nuk dua t'ja di fare kush ke qenë. Unë di se kush je ti tani. Ti je njeriu që dua. Nëse do të kërkoje që të martoheshe me mua, çfarë do të thoje ti? Po, unë do të them po. Unë të dua ty. Kjo është kaq e bukur sa që unë dua që ta shkruaj me një herë. E ata jetuan të lumtur për gjithmonë. It's all good and getting even better. A blue sky, it's only sunny weather. It's a perfect day, ain't nothing wrong, 'cause everything's alright. It's all good when we get together. Why not make it last forever? But when you got what matters, it's all good and getting even better.